Përsa i përket Francës, jam totalisht dakord me Ermalin, kur thot që është një skuadër e cila praktikisht në atë çfarë ka bërë deri në këtë ndeshje, pra deri në ndeshjen e mbrëmshme, është shumë e lehtë ta mendosh si kampione e ardhshme e botës, sepse është një skuadër që e shkërmoq kundërshtarin. Pra, përveç se zhvillon një lojë argëtuese, ku mes të tjera do të doja të thoja edhe tek materiali që kishit përgatitur që Olize, përveç faktit që Mbappéja është golshënuesi. Olize është ideatori i gjithçkaje. E kemi diskutuar ne këtë që gjithë meritat i marrin gjithmonë sulmuesit dhe ndërkohë që punën në pjesën më të madhe bëjnë edhe. Mënyra se si luajti mbrëm ishte një futbollist aq altruist sa që kishte rast, ai goditi portën disa herë, madje në një moment bëri një gest akrobatik që po t'ishte Cristiano Ronaldo, do flisnin mediat edhe pas botrorit, se çfarë bëri Cristiano Ronaldo. Absolutisht. Por Olize është një futbollist i cili unë e vlerësoj zakonisht shumë dhe mendoj që është vlera e shtuar e kësaj France të Deschampsit, sepse Franca gjithmonë ka qenë e fortë, Esmeralda, por tani është edhe spektakolare. Përveç se e fortë është dhe spektakolare. Nuk e vë fare në dyshim, e kisha edhe për debat që Franca është shumë mirë, por duke parë çfarë ndodhi me Gjermaninë, domethënë asnjëherë nuk i dihet deri në fund. Gjermania nuk ka kualitetin e Francës, është shumë larg me kualitetin e Francës. Jo, po përballë kishte Paraguajin, po them. Absolutisht që kishte Paraguajin, por gjithsesi nuk ishte një ekip që i eklipsonte kundërshtarët, sepse pa me bregun e fildisht çaloi, fitoi në minutën e fundit, madje bregu i fildisht nuk arriti do të shënonte një gol vetëm për vetëm, pak momente përpara golit të ndalë. Kështu që u mund nga Ekuadori, mundi një kombëtare që s'mund ta konsiderojmë kombëtare, Curaçaon. Pra, Gjermania nuk është se tregoi se kishte potencial për të ecur më lart. Okej, ishte shumë herë më e mirë se Paraguaji, dakord. Por tani ndonjëherë zemra dhe shpirti në fushë është më i rëndësishëm se fanella. Absolutisht që po, e vërtet. Kështu që Paraguaji vuri në fushë, ato e fitoi me pak fat, sepse mund ta konsideronim edhe pak ndryshe atë golin e Jonathan Ta, por ajo është këndvështrimi i arbitrit edhe nuk mundesh dot të. Ja do ta shohim